Në vitin e ardhshëm shkollor 2025-2026, maturantët për herë të parë do të përballen me 3 lloje të maturës shtetërore, varësisht arsimit të mesëm që përfundojnë. Ndryshimet në ligjin për arsim të mesëm parashikojnë maturë shtetërore për gjimnazet, maturë shtetërore për shkollat profesionale, si dhe maturë shtetërore për shkollat e artit. Nga Qendra Shtetërore e Provimeve shpjegojnë se këto risi janë pozitive, ndërsa maturantëve u lehtësojnë realizimin e këtyre provimeve. Me maturën shtetërore kanë të drejtë të konkurojnë në të gjitha fakultetet, ndërsa me maturën profesionale shtetërore ata mund të orientohen në drejtimet ku ishin më parë. Nëse kanë qenë në shkollat teknike, elektroteknike ose makinerisë, atëherë orientimi i tyre është drejt fakulteteve teknike dhe kalimi në to është më i lehtë sepse edhe janë të përgatitur për këtë. Nëse dikush nga drejtimi i makinerisë zgjedh të aplikojë në fakultetin ekonomik ose juridik, atëherë do të paraqesë maturën shtetërore të përgjithshme. Maturën shtetërore këtë vit e kanë paraqitur 15.000 maturant. Krahasuar me vitin paraprak, numri i maturantëve mbetet të thuajse i njëjtë. Mirëpo, sipas Qendrës Shtetërore të Provimeve, mbetet i ulët numri i nxënësve që arsimin e mesëm e rrumbullakojnë me maturë shkollore dhe kyçe në tregun e punës. Nxënësit që nuk paraqesin maturën shtetërore kanë mundësi të japin provimin e maturës së shkollës ose provimin përfundimtar, varësisht ku janë në gjimnaze ose shkolla profesionale. Ato nxënës që vendosin në këtë mënyrë të rrumbullakojnë arsimin e tyre më tutje kyçe në tregun e punës ose orientohen në diçka tjetër. Numri i nxënësve në maturë shtetërore është shumë i lartë kundrejt numrit të nxënësve që paraqesin maturën shkollore. Me ndryshimet ligjore janë definuar dispozitat me të cilat rregullohet arsimi i mesëm si i organizuar në mënyrë institucionale, kadrovike dhe përmbajtësore, në mënyrë që mundëson edukimin për të gjithë nxënësit, duke përfshirë fëmijët me aftësi të kufizuara, formimin e ekipeve gjithëpërfshirëse dhe mbështetjen e nxënësve me aftësi të kufizuara. Gjithashtu, vendosen dispozita për këshillimin e karrierës, një këshilltar karriere dhe një koordinator arsimor praktik.